Etiketa që në HTML përcakton një citat të shkurtër. Shfletuesit zakonisht futin shenja thonjëzash rreth citatit. Elementi blok quote në HTML përcakton një seksion që citohet nga një burim tjetër. Shfletuesit zakonisht i vendosin elementet blok quote në inden. Etiketa adres në HTML përcakton informacionin e kontaktit për autorin pronarin e një dokumenti ose një artikulli. Informacioni i kontaktit mund të jetë një adres emaili, URL-s, adres fizike, numër telefoni, emër përdoruesi i mediave sociale, etc. Teksti në elementin adres zakonisht paraqitet në të tjerët dhe shfletuesit gjithmonë do të shtojnë një ndërprerje rreshti para dhe pas elementit adres. Etiketa ABR në HTML përcakton një shkurtim ose akronim si HTML, SAS, ZDR, ASAP, ATM. Shënimi i shkurtesave mund t'u jap informacione të dobishme shfletuesve, sistemeve të përkthimit dhe motorëve të kërkimit. Këshill: përdorni atributin global title për të shfaqur përshkrimin për shkurtimin akronimin kur vendosni myun mbi element. Etiketa cite në HTML përcakton titullin e një vepre krijuese, PS. Një libër, një poezi, një këngë, një film, një pikturë, një skulpturë, etc. Shënim: emri i një personi nuk është titulli i një vepre. Teksti në elementin cite zakonisht paraqitet me shkronja të pjerëta. BDO qëndron për bidireksional override, mbikalim bidireksional. Etiketa BDO në HTML përdoret për të mbikaluar drejtimin aktual të tekstit,